tek robi, tek Allahu I cili e don pra robin e vet. Prandaj me që jemi me një botë kalimtare, e në të ka vështërsi, ka gëzime, e ka pikëllime, po ka edhe sprova. E në këtë rast pra kur bëhet fjalë për këtë motër besimtare, e cila në moshë të re ndroi jetë. Mirë po sprovën të cilën e ka pas me vite, do të dëshironin secili nga ne, kur do të dalë me dhënë llogari para Zotit, mos sprovu e të marrin shpërblimin, atë se e marrin për të sprovuarit, kuptohet në forma të ndryshme që mundën me ndodhë gjatë jetës së cilit besimtar. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, Allahu e sprovon atë që më shumë ti e don. Pse a thua? Sepse kanë thënë dietarët, Allahu e din imanin e secilit besimtar, mbështetjen e fortë që e ka dhe të njëjtën kohë gjithmonë duke e kujtuar shpërblimin tek Zoti I Madhnushëm kur do dalin me dhënë pra llogari para Atij. Në vizitën e fundit që kemi pas bën kësaj motre në spital, dhe ndër tjerash vllau dhe nana e saj tregonin kështu. Thotë kjo neve po na jep më shumë neve durim dhe të njëjtën kohë neve po na kujton namazin e drekës, namazin e qenisa e keni parë. Dhe gjithmonë prapë duhet të kujtu Allahun e të bën pra zikr. Kjo është një shenjë e mirë për të si besimtare dhe e pajtuar me caktimin e Allahut. Gjithë ata që pajtohen me caktimin e Allahut, Allahu në Kur'anin e Kerim ka thënë: "Wa bashshiri sabirin", ka thënë përgëzoi durimtarët, "Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un". Atyre kur ju ndodhë një fatkeqësi, e në këtë rast vdekja, ata thonë ne jemi të Allahut dhe te Allahu pra do të kthehemi. E lutim Allahun e Madhnushëm të fortë të mëshiroj. E të vënë barën e saj një kopsh nga kopshet e xhenetit, Allahu atë dhe gjithë neve na bashkoft në xhenet, me anëtarët e familjeve tona. Me ata të cilët kemi pasur për zemrën këtë botë, në xhenet ku nuk ka vdekje, nuk ka ndarje, nuk ka mërzi asnjëherë. Pra Zoti asaj xhenetin e familjes më të ngushtë dhe më të gjatë, Zoti ju dhash durimin. Gjithë ju në këtë mas madhe që keni dalë me fal namazin e xhenazës. Dhe përcjellim delet e varri I saj, Allahu gjithë ju është shpërblet e inshallah. Kështu e të vazhdojmë për ta respektuar dhe për ta nderuar çdo të vdekur që anjenda porositë e profetike të pejgamberit tonë alayhis salam me ia fal xhenazën dhe me përcjell deri te varri. Namazi xhenazës përbohet prej 4 tekbireve, në tekbirin e parë lexojmë subhanaka, me shtesën o xhelle thanau, në tekbirin e dytë lexojmë salavatet Allahumma salli Allahumma barik, në tekbirin e tretë bëjmë dua për të vdekurën, tekbirin e katërt japim selam dhe përsëri për shpirtin e saj do lexojmë Fatiha. Dhe pasi ta falim namazin e xhenazës, përsëri pjesën tjetër xhamat do e krijmë këtu, kështu i marrësh pra me familjen e saj, e namazin e xhenazës t'ia falet daja e saj afësasi.